Thënia e parë e Imam Shafiu thotë kështu: po ta dija se konsumimi i ujit të ftoftë mas bek bururinë time, nuk do ta pija ndryshe vetëm se duke qenë nxehtë. Çka ka dosh me thonë Imam Shafiu? Porosia për kësaj fjale del shesh në atë që ka qenë vlerë morale në atë kohë, është vlerë morale edhe sot, mirë po atëherë ka qenë shumë e spikatun, tejmase e theksume dhe janë kujdes njerëzit shumë që ta kenë me vete si stoli morale të tyre, burrin. Sot njerëzit nuk e kanë shumë gala, a ka burni, a s'ka burni. Edhe sot mi thonë filoni sisht burr hiç, nuk e kuptojnë shumica e njerëzve si devalvim, si rramje prej lige, si themi, prej nivelit. Pse se burria bëhet vlerë morale atëherë kur krejt kujdesen për të. Tek nasi shqiptar burnia ka shumë e shtrenjtë, shumë e madhe, shumë e rëndë. Edhe e kemi rujt me fanatizëm burnin. S'kemi leju për shumë njëra për momentet të manifestimit të burnis ka qenë xhelozia për nderin. Që sot fatkeqësisht do thotë është tej mas e relativizuar. Domethënë sa që ajo që në gjuhën e fesë edhe në gjuhën e popullit është quajtur dejuzllëk, do thotë mos kesh ti xhelozi për nderin tan, për gruan dhe vajzën tonë, për nanën dhe motrën tonë. Sot dejuzllëku është bë, do thotë jo demode vetëm, po është bë një vlerë e cila sulmohet vazhdimisht dhe cenohet. Dhe në momentin që ti ki xhelozi për nderin tan, ata të llogarisin ti je, do thotë arkaik, je shumë i vjetër, je do thotë je jo modern, i pa emancipum, i pa moderum. Duhet me të kdhenti se je, domthonë themi na burrvakti. Edhe sot themi burrvakti, domthonë fanatik. Po jo, burrvakti në kupton përpara ka pas si lloj vlerash edhe kujdesesh tash. S'është më vakti i burnis, është vakti domethënë i feminizmit, i feminitetit. Emancipimit. Domethënë edhe kuptimin do thotë fizik edhe kuptimin moral të burnis, kuptimin që unë jam ai që e mbroj nderin tem, unë jam ai që e mbroj pragun e shtëpisë teme, unë jam ai që e mbroj pasurinë teme. Domethënë unë ka un moment, domethënë jam paqësor, jam për bashkëbisedim, jam për debat, jam për kompromise, ama derisa të vjen te vija kuqe. Kur të vjen te vija kuqe, mo atëherë unë jam ai burri i cili nuk e lë askënd me mashkel pragun e shtëpisë, nuk e lë askënd me mashkel nderin e shtëpisë, nuk e lë askënd me ma grabit pasurinë teme. Edhe kjo e bën një popull patriot. Sepse sot edhe termi patriotizëm, domethënë veç mo ka hu prej të ndëgjoj rinin që ka folin, ndëgjoj podcastet e ndryshme për çka flitet. Patriotizëm nuk e di çka është. UÇK, çka është ai? Pse më shku me vdek, me uvra? Do thotë andaj duhet pas parasysh këtë muhabet që sot faktikisht ka devalvu vlera e burris, Islami që atëherë, edhe në kohën e Imam Shafiut, edhe sot potencon burrin. Burri i cili i përmbahet premtimeve të veta, burri i cili e ruan nderin e familjes vet, burri i cili është i gatshëm me sakrifiku vetveten dhe familjen e tij për ta mbrojtur tokën e tij nga okupatori, siç ndodhi me familjen do thot legjendare e Adem Jasharit. Baci Shaban realisht e familja ishte e tij, djemt edhe do thot nuset e tija me nipa e stërnipa ishin ata që u sakrifikun për lirinë e Kosovës. Edhe normalisht ata të mëhershmet faktikisht që kanë qenë edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, gjithandej që kanë sakrifiku. E kjo burni është ajo që ka bërë atë rima. Edhe kultivimi i burnisë është i rëndësishëm e jashtëzakonshëm, andaj Allahu i madhreshëm në Kur'an kur flet për besimtarët i quhen burra. Për shembull, janë dy momente po du më nda tash pas më marr këtë kohën. Rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Burra që e quan vend premtimin që ia dhan Zotit. E merr amanetin, e merr flamurin, e merr flakadanin, edhe e vazhdon, i adorëzon brezit që vjen pas. Nuk lën me ra flamuri. Do thot e mbronat me çdo gjë që ki. Kjo është burr, kjo është burr. Kjo është burrni dhe kjo është burri. Që fatkeqësisht sot për shembull ti nuk mundesh me gjet dikam thon, a e merr be këtë amanet ta çosh në vend, a e merr be këtë flamur ta bartish, a e merr këtë flakadan ta çosh te brezi i arshëm, nuk mundesh me gjet dikan i cili është i gatshëm me sakrifiku për me marrë flamurin para.
Se në momentin që ti e merr flamurin, duhesh me mbrojt mos bjerë flamuri, po me valu vazhdimisht. Edhe ajeti i dytë kur Allahu xhelal flet fihi rijalun në xhamia ka burra, të cilët e madhrin Allahu xhelal edhe duan që të mbajnë pastërtinë shpirtërore dhe pastërtinë fizike. Fihi rijal, ka të burra. Në burrat rriten, edukohen në adhurimin e Allahut, në lidhjen e mendjes, zemrës dhe shpirtit tyre me Allahun. Dhe e marrin kulturën, edukatën, diturin nga ajo që e ka shpall Allahu. E kjo burni do të ka qenë vlerë shumë e madhe dhe andaj Imam Shafiu rahimullahu taala thot, nëse mendoj që macenon burnin pirja ujit freskët, sepse në botën arabe është nxehtë. Po. Komoditeti. Nëse mendoj se komoditeti macenon mua burnin, unë e la. Edhe me veres pi ujit nxehtë. Se edhe kjo është e vërtetë, sepse jeta e vështirë prodhon burra të fortë. E burrat e fortë prodhojnë kushte të mira. E kushtet e mira prodhojnë burra të lishtë. Edhe kjo është shumë e vërtetë. Këtë ka thonë Imam Ibn Halduni në librin e tij që flet domethënë për zhvillimin e popujve dhe civilizimeve. Kohët e vështira prodhojnë burra të fuqishëm. Burrat e fuqishëm normalisht sjellin kohë të mira, se luftojnë, përpiqen, bëjnë shtetin, bëjnë domethënë komoditetin. Shteti i fuqishëm, komoditeti që ofron qytetarëve vet, ofrojnë, do të prodhojnë burra të lishtë. Edhe ata burra të lishtë kanë ndodhe hupin shtetin pastaj. Edhe andaj na themi duhet na me kultivu sistemin edukativ arsimor në shkollat tona, duhet me dhënë rëndësi edukimit burrnor, se kur themi burra, sa është normalisht feministët thënë kjo burnesha. Po në gjuhën shqipe ekziston domthonë edhe burra edhe burnesha, gra të cilët kanë tipare të burrave, se zakonisht gruaja është më emocionale, edhe domthonë si më thon, më e disponuar të nënshtrohet presionit. Për shembull, kur hyn okupatori në një shtëpi, nëse burri reziston, gruaja e parë dorëzohet, do intervenon për me zbut situatën duke e pranu fajin ose duke e dorëzu atë që e lip okupatori. Dhe kjo është fotografi domethënë e mirënjohur edhe reale. Rall ka gra për shembull që i rin besnik rezistencës së burrit ose rezistojnë bashkë me burrin, sikurse ka ndodhur faktikisht me herojt kombëtar ton, Femi edhe Xhev Ladrovcin. Shumica e rasteve është që okupatori e përdor gruan, gjinin femrore, për t'ia imponu burrit ta dorëzon për shembull idealin e vet, qoftë ajo arma, qoftë ajo rezistenca, qoftë ajo botkuptimi politik i tij e kështu me radhë. Dhe për këtë arsye, sepse gjinia femrore është emotive dhe është e prirë zakonisht të nënshtrohet dhe nuk ka fuqinë e rezistencës, i thuhet edhe gruas e cila ka tiparet e këtij burrit, i cili është i pathyeshëm, burnesh. Edhe nuk ka mundësi me thon për shembull burrit që ka tipare të burnis me thon grua e fuqishme ose grua e çelikt. Ka raste në perëndim e përdorin, në gjuhën shqipe kemi burnesh, në perëndim zakonisht e përdorin domon grua e hekërt ose grua e çelikt. Faktikisht është e vendosur në vendimarrjet e veta. Po përsëri summa summarum i thotë edhe asaj burnesh, domethënë se ka tipare të burrit që kur e merr një vendim nuk e luhat atë. Kur e jep një premtim i përmbahet asaj. Kur e merr një amanet e çon në vend. Edhe do thotë nuk i shet parimet e veta për asgjë. Këto janë do parafërsisht përshkrimi i burrnisë dhe i burrave, për cilën ka folur Imam Shafiu rahimahullah, dhe me këtë thënie edhe një herë po e përsëris, ka tentuar me thonë se nuk duhet me leju asgjë me na cenu burrnin. Edhe çdo gjë që na mendojmë se mund të me na cenu burrnin, na duhet me largu. Edhe andaj në këtë rast është edhe ai tregimi, do thotë i vullnetarëve që kanë ndeshur të bashkangjiten patriotëve shqiptar dhe kanë shku, domethënë kanë lip të shtëpia Azembejtën, e se kanë gjetë normalisht se Azembejtën në përmale, e kanë gjetë nanën e vet. E ka thonë bebira mas i paske ardhur për i larg, do thotë vashtroj do bukë me hongër, e gjendja e vështirë ekonomike gjithsesi, ka nxjerrë një kulaç bukë edhe do mazë aty me hongër bukë, e këto normalisht djemtri, me kanë hongër këtë bukën, kanë thonë bebira ju si ja paske mësy, domethënë me këtë tempo të ngrënjes së ushqimit, ju s'mund me konë ushtarë domethënë Azembejtës
Sepse shumë jep një rëndësi domethënë ushqimit fizik, jeni të pavetëshëm se ka çaklloku lufta, rezistenca, kërkon sakrificë dhe nuk mundesh të më hongër buk sa dush kur dush faktikisht. Edhe kjo tregon se ata djemë të ri do thotë kanë desh me qenë vullnetar në rezistencën kombëtare në atë kohë, mirë po s'kan qenë përgatitur psikofizikisht se kur të bëhesh ti faktikisht pjesë e rezistencës, duhesh me qenë i përgatitur edhe me sakrifiku shumë nga komoditeti të cilën domthonë e ki pas në jetën normale. Edhe kjo dëshmon vazhdimisht të gjitha luftat e popujve liridashës, edhe rasti i Palestinës e dëshmojnë çdo tillë se populli edhe rinia e atij populli ishin gatshëm me sakrifiku çdo gjë për mos me hub lirinë e vet, për mos me rrajë tokë nën okupim të okupatorëve, dhe ajo rezistencë do thonë ishte e mrekullueshme dhe ishte temë e cila e zgjoi gjithë botën dhe ka më qenë temë për të studiuar dhe për të analizuar edhe shumë vite dekada më pas. Më pëlqej sa mire këtë thonjë të Imam Shafiut e ndërlidhe me ngjarjen e Azembetës dhe bashortës së Azembetës. Më thonë, shkojnë të hongër shumë, jo burnia nuk lip me hongër me pi. Komoditeti, po dhe, domethënë ata që janë mësuar komoditet, zakonisht është vështirë me gjetë shumë burra të mëdhenj. Imam Shafiu në këtë thonjë gjithsesi thotë nuk isha piu i të ftoft nëse ma prish burnin. E di shumë mirë e ndërlidhe Kosovë, Gaza. Kosovë, Mekë, Gaza. Po, Kosovë, Mekë, Gaza. Se Imam Shafiu ka qenë nga